Problemet e shëndetit mendor të rinjt dhe ulja e moshës së prekshmërisë edhe te moshat e vogla janë shqetësimet e specialistëve të fushës sot në ditën botërore të shëndetit mendor. Sipas mjekes psikiatre Nikolina Bode, gjithnjë e më shumë po vjen re fëmijë me probleme në sjellje, në të folur ata që abuzojnë me substancat apo qëndrimi me orë të zgjatura përpara internetit. Më shumë preken kategoritë të ekstremeve moshore, ku janë shifrat në rritje, pa përjashtuar dhe popullatën aktive, ku në fokusin primar do t'jepja rëndësi shqetësimeve që vijnë re tek moshat e vogla dhe ulja e moshës të prekshmërisë tek fëmijët dhe adoleshentët, që nga probleme sjellore të shfaqura ershëm, të folurit të vëmendjes për qëndrimit, të abuzimeve me substancave herët apo orët e zgjatura përpara teknologjisë. Kjo ka të bëjë me rritjen dhe edukimin hershëm brenda familjes dhe manifestohet në probleme sociale dhe pasojat që ka ky fëmijë në bashkëpunim me komunitetin dhe stafet arsimore. Problemet të shëndetit mendor shfaq edhe mosha e tretë, por edhe mosha aktive. Fragjile është problemet e moshës së tretë, për shkak të sëmundshmërisë organike, të problemeve të moshës, kushtohen dhe probleme sociale dhe përballja me vetmin, pra të afërmit në distancë dhe larg emocionalisht, duke sjell pasoja në shëndetin mendor. Në rast se këto probleme kapen dhe trajtohen herët, ato mund të shërohen. Ka shumë problematika që nëse kapen dhe trajtohen herët, si përmenda çrregullime sjellore, të folurit të vëmendjes tek fëmijët, që korrigjohen, trajtohen herët për një individ të shëndetshëm, ashtu edhe tek grup moshat e tjera, problemet nëse kapen dhe trajtohen herët, sigurisht që shërohen. Mjekët bëjnë apel që t'i jepet prioritet shëndetit mendor dhe mirëqenies individuale psikoemocionale.